Imagjino që telefoni yt është i heshtur prej 7 vitesh. Jo sepse ke humbur kontaktet, jo sepse ke ndruar numër, por sepse njerëzit që të dhanë jetën, që të lanë gjumin e parë kur ishe e sëmur, që mbajtën duart e tua ndërkohë që mësoni të ecje, kanë vendosur që ti nuk ekziston më. Para se të vazhdojmë, bëni like dhe abonohuni në kanal. Subscribe. 7 vjet, 2500 ditë, 10.000 minuta ku çdo herë që shikoje telefonin, zemra të bëhej cop, duke shpresuar se do të shihje emrin e nënës, të babait, të vëllait, të kujtit, por ekrani mbetej i ftohtë, i zbrazët, i heshtur si një varr. Kjo nuk është një histori nga filmat, kjo është historia e Teutës, një vajzë shqiptare nga një fshat ku traditat flasin më shumë se zemra, e cila dashuroi një italian dhe pagoi çmimin më të lartë që mund ta imagjinosh, humbjen e familjes së saj. Por para se të vazhdoj, duhet të di mendimin tuaj. A mendoni se familja kishte të drejtë? A mund ta kuptonit vendimin e tyre? Sa do i dhimbshëm të ishte? Shkruani në komente, sepse historia e Teutës do t'ju bëjë të mendoni shumë gjëra. Tani, uluni rehat, sepse kjo histori nuk do t'ju lërë të qetë. Teuta lindi në një fshat të vogël, lart mes maleve të veriut, ku rrugët ende kishin gurë e pluhur dhe ku heshtja e natës mbante erë bari të freskët dhe tymi i xhakut. Ishte vendi ku çdo shtëpi njihte historinë e tjetrës, ku fqinjët dinin çfarë kishte ngrënë mëngjesin dhe ku fjala turp kishte peshë sa një gur i rënd në kraharor. Ajo ishte fëmia e mesit. Pasaj vinte vëllai i vogël Arbëri dhe para saj kishte 2 vëllezër të tjerë, Sokoli dhe Flamuri. Ishte e vetmja vajzë, gjë që në atë fshat nënkuptonte diçka të veçantë, jo sepse do trajtohej dhe privilegje, por sepse mbi supet e saj do të mbahej nderi i familjes, nderi i shtëpisë, nderi i mbar fisit. Nëna e saj, Nexhmia, ishte grua e fortë, me duar të stërolluara nga puna, me flokë të thinjur para kohe dhe me sytë e ngjyrës së tokës, të errët, të thellë dhe plot shqetësim. Ishte grua që dinte të donte fort, por nuk e shprehte kurrë me fjalë. E dashuria e saj ishte djathi i bërë me duart e veta, ishin ndihma e heshtur kur Teuta kishte nevojë, ishin orët e gjata kur qëndronte zgjuar, duke i pritur derisa ajo kthehej nga shkolla. Babari i saj, Skënderi, ishte burri i shtëpisë në çdo kuptim të fjalës. Në të vërtetë, Teuta e quante mbretërinë e tij atë shtëpi, jo me dashuri fanatike, por me respekt të natyrshëm. Ai nuk fliste shumë, por kur fliste, askush nuk guxonte të ndërhynte. Kishte zakonin të urej pas darke pranë xhakut me cigaren e tij dhe të shikonte flakët, sikur atje gjente përgjigjet e pyetjeve që nuk i shtronte kurrë me zë. Teuta rriti mes kësaj bote. Mësoi të gatuante bukë para se të mësonte tabelën e shumëzimit, mësoi të mblonte bagëtin para se të mësonte të lexonte me rjetëshmëri. E gjithë jeta e saj e hershme kishte ritmin e natyrës. Pranvera sillte punën në ar, vera sillte tharjen e barit, vjeshta sillte gatimin e turshive dhe dimri sillte mbrëmjet e gjata pranë xhakut, ku Nexhmia tregonte histori nga koha e gjyshes. Por Teuta kishte diçka të ndryshme nga shoqet. Kishte kuriozitetin, pyeste gjithmonë. Pyeste pse gjërat ishin si ishin, pse vajzat nuk mund të shkonin sa herë të deshin larg shtëpisë, pse djemt mund të qeshnin me zë të lartë në rrugë, por vajzat duhet të mbanin zë. Nëna e shuante me shpejtësi. Kështu është Teut, mos pyet shumë, por pyetjet nuk shuhen lehtë kur vijnë nga brenda. Shkolla e moshës fillore ishte një ndërtesë e thjeshtë, me mure të kaluara gëlqere, me banka druri dhe me bordin e zi që kishte të çara anësh. Por mësuesi i shipes, Zoti Bashkim, ishte nga qyteti. Ishte ardhur vullnetarisht sepse besonte që edukimi duhet të arrinte kudo. Ishte ai që zbuloi te Teuta talentin e të shkruarit. Ti ke fjalë brenda Teut, i kishte thënë një ditë, duke i kthyer fletorit me germa të kuqe që nënvizonin fjali të caktuara, jo gabime, por ndriçime. Mos i mbylli. Ato fjalë mbetën e ngjitura me të si ngjitsi i fshehur pas letrave, dhe megjithse jeta e fshatit nuk e inkurajonte shumë të ëndrosh larg, Teuta ëndronte universitetin, ëndronte qytetin, ëndronte një botë ku pyetjet e saj do të merrnin përgjigje. Kur mbaroi shkollën e mesme, dhe kjo ishte tashmë një arritje e madhe, sepse shumë vajza të fshatit ndalonin para se të arrinin atë, babai i saj filloi bisedat për martesën, jo çdo ditë, por mjaft shpesh sa të kuptoje se ishte vetëm çështje kohe. Ka djem të mirë këtu, thoshte ai si me vete, ndërkohë që unë dë dija. Por Teuta kishte aplikuar në universitet, kishte marrë rezultate të mira në provime dhe e kishte fituar vendin, dhe kur ule tha familjes, heshtja e tavolinës mbajti fyt.
Ishte vëllai i madh, Sokoli, ai që foli i pari. E kemi shoqe nga fshati jon që kanë shkuar në qytet e s'janë kthyer kur si duhet, tha ai, pa e ngritur syt nga pjata. Por babai, dhe kjo e befasoi Teutën, tha, le të shkoj. Ndoshta sepse kishte besim tek ajo, ndoshta sepse donte të kreohej me vajzën e tij, ndoshta sepse diku thellë edhe ai dinte se bota po ndryshonte. Teuta u nis për në qytet me një çantë të zezë, me disa rroba, me librat e shkollës dhe me zemër plot dyshime dhe shpresë njëkohësisht. Nuk dinte se qyteti jo vetëm do t'i hapte botë, por do t'i çelte dyert e një dashurie që do t'i ndryshonte gjithçka. Hinte. Krevati e saj ishte pranë dritares dhe çdo natë, para se të flinte, shikonte dritat e qytetit dhe pyeste veten, çfarë po bëj? Por universiteti i dha atë që kishte dëshiruar gjithmonë, njohuri dhe liri, jo lirin absurde, por lirin e mendjes. Profesori i letërsisë fliste me pasion për poetët shqiptar, mësuesi i filozofisë bënte pyetje që të mbeteshin pa gjumë. Teuta gëlltiti gjithçka si e uritur, dhe mëso të jetonte, mëso të blinte bukën, të gatuheje vetme, të menaxhonte pak parat që i çonte babait çdo muaj me shumë kursim. Mësoj që jeta jashtë shtëpisë kishte shumë boshllëqe, momente ku ndihej i vogël dhe i vetmuar, por kishte edhe momente të mëdha. Shoqet e saj të banesës u bën miqtë e parë të vërteta, Fjolla, studentja ekonomisë, e gëzueshme dhe e zhurmshme, dhe Anila, ajo e heshtura nga Shkodra, e cila lexonte çdo mbrëmje para gjumit. 3 gra të reja, nga 3 botë të ndryshme, duke bërë darkën bashkë çdo të ente. Teuta filloi të ndihej pak më e vendosur. Studimi shkoi mirë, shkroi esej që morën vlerësim nga profesorët, ndjeu se po ndërtonte diçka, por gjithmonë, si hije, mbetej mendimi, a do të kthehem ndaj? Çfarë pret familja? Thirrjet telefonike me familjen ishin të rregullta. Nëna pyeste nëse kishte ngrënë, babai pyeste nëse po studionte. Vëllezërit nuk pyesnin shumë. Biseda kishte ritmin e detyres, jo të dashurisë spontane. Por Teuta nuk u ankua kurrë. Kjo ishte normalja e tyre, dhe ajo i njihte. Një të premte mbremi, Fjolla e zuri për dore dhe e tërhoqi me dhunë. Hajde, na duhet fryme freskët, dhe e çoi në një eveniment kulturor të organizuar nga universiteti. Kishte muzik live, kishte ekspozit pikturash dhe kishte njerëz shumë të ndryshëm. Ishte atje, mes njerëzve të mbledhur rreth një fotografie të madhe me ngjyra të forta, ku Teuta dëgjoi për herë të para të zë. Ai po fliste me dikë tjetër, me aksentin e huaj që e dallonte nga të gjithë të tjerët. Fliste shqipen e thyer, mundohej me fjalët, por qeshnin të dy bashk me miqun shqiptar që po e korrigjonte. Kur Teuta e pa, ai ishte i gjatë, me sytë e gjelbër dhe buzëqeshje të ndrojtur. Dukej si dikush i humbur, por i qetë me humbjen e tij. Emri i tij ishte Marko. Marko Ferreti kishte ardhur në Shqipëri si pjesë e një programi shkëmbimi kuritoror ndërmjet 2 universiteteve, ati shqiptar dhe njërit italian nga Bologna. Studenti i historisë së artit, i etur për të kuptuar kulturën ballkanike, kishte zgjedhur Shqipërinë jo rastësisht, por sepse kishte lexuar diçka për muret e qyteteve ilire dhe nuk kishte mundur të pushonte duke menduar. Teuta e mësoi këtë shumë vonë. Atë mbrëmje nuk fliti fare me të, e vëzhgoi nga larg, sikur e shqyrtonte një pikturë, duke vënë re se si mundohej të ndiqte bisedat shqip, duke vënë re si shikonte pikturat me vëmendje të thellë, jo si turist, por si njeri i vërtet kurjeshtar. Ishte Fjolla, natyrisht, ajo që ndërhyri. Ai italian po të shikon, i buzëqeshi. Nuk po më shikon mua, tha me zë të ulët duke kthyer kokën në anën tjetër. Por i kishte vënë re sytë e gjelbër, dhe ata sy kishin diçka, një lloj guximi dhe butësie njëkohësisht që nuk harrohej left. Javën tjetër, rastësi e dyta. Teuta po punonte në bibliotek, e zhytur në libra, dhe Marko u ul në tryezën ngjitur. Nuk e dinte se ishte ai, derisa ngriti sytë dhe pa. Sytë e gjelbër, libri i historisë italiane mbi tryezë dhe ajo buzëqeshje e ngushtë kur e kuptoi se edhe ajo e kishte njohur.
Mirëmëngjes, tha ai shqip, me aksentin italian që i bënte fjalët të tingëllonin sikur kishin nota muzikore. Mirëmëngjes, u përgjigj Teuta duke kthyer kokën te libri. Por ai nuk u dorëzua kurrë, pyeste nëse mund ta ndihmonte me një fjalë shqip që nuk e kuptonte nga teksti. Teuta shikoi, ishte fjala qëndres. Ai e kishte hapur fjalori, por kishte gjetur shumë kuptime dhe nuk dinte cili ishte i drejti. Qëndres, tha ajo ngadalë, do të thotë resistance, durability, strength to stay. Pastaj mendoi pak dhe shtoi, por shqiptarët e përdorin kryesisht kur flasin për diçka emocionale, si ti qëndrosh vetes kur bota të shtyn. Marko e shikoi si të çuditur. Si të shpjegosh atë me një fjalë të vetme, tha ai, dhe zyri i tij kishte admirim të vërtet. Atë ditë folën 2 orë, pastaj dolën për kafe, pastaj u takuan ditën tjetër, dhe ditën pasaj. Teuta nuk e pasi dashuri, e pasi miqësi e ndryshme, me dikë nga bota tjetër, me dikë që e shikonte Shqipërinë me sy fresht dhe bënte pyetje që Teuta nuk i kishte bërë vetes kurrë, sepse i kishte marrë si normale. Pse kemi gur i bardh mbi varret? Çfarë do të thotë shprehja mos ja kap dhe syrin? Si funksionon kanuni? Ai nuk bënte pyetje si dikush që kërkon egzotizëm, bënte pyetje si dikush që kërkon të kuptoj, dhe Teuta kuptoi se kjo ishte ndryshimi. Marko e respektonte kulturën, e kuriozonte pa e gjykuar, e ngrinte pa e poshtëruar. Ndërkohë, shqipja e tij po bëhej çdo javë pak më e mirë, edhe ai që ishte me gabimet e veta, dhe Teuta e zbuloi se ai kishte aftësinë e rrallë të qeshte me veten pa u fyer. Kjo gjë, kjo veçori e vogël, e bëri zemrën e saj të lëviz. Por ajo nuk pranoi lehtë, kishte mure, kishte zërin e babait në kokë, kishte fshatin, kishte muret e zakoneve, dhe kishte frikën e panjohur. Jo frika nga Marko vet, por frika nga se çfarë do të ndodhte nëse zemra e saj do të ndiqte rrugën e vet. Miqësia u bë diçka tjetër gradualisht, si ngjyra e qiellit në mbrëmje. Nuk e vëren kur fillon të bëhet portokalli, por papritur ndodhet nata. Pas 4 muajsh, Marko tha me zë çfarë tashmë e dinin të dy pa fjalë. Teuta, nuk di të them bukur shqip, por di të them sinqerisht, ti je personi për të cilin nuk dija se po e prisja. Teuta nuk tha asgjë atë mbrëmje, vetëm e shikoi, por kur u kthye në banesë dhe u mbyll në dhomë, çau. Jo nga trishtim, por nga ato lote më dhënë dhe të nxehtë që dalin kur zemra pranon diçka që koka nuk e ka gati. Ata u bën qift, por me heshtje, pa lajmërime, pa deklarata publike. Teuta e mbajti të fshehur si thesar të rrezikshëm. Shoqet e dinin natyrisht, por familja asnjë fjalë. Kjo heshtje kishte pesën e vet. Çdo herë që fliste me nënën telefonit dhe nëna pyeste çfarë bën fundjavën, Teuta thoshte gjysma e vërsën. Lexoj, shkoj me shoqet. E gjysma e heshtur ishte Marko. Ecjet e gjata nëpër qytet, kafet e zbulimit si të dy, filmat e shikuar në kafe me kufje, mbi të gjitha bisedat e gjata, të pafundme, ku njëri tregonte dhe tjetri dëgjonte me atë vëmendje të rrallë që të bën të ndihesh si njeriu i vetëm i rëndësishëm në botë. Marko e donte Shqipërinë me pasion të vërtet, por me kalimin e kohës e donte edhe Teutën me pasion edhe të vërtet. Dallimi mes të dyve ishte se dashuria për Shqipërinë do ta linte ta çonte atë kudo me vete, po dashuria për Teutën e bënte ta mendonte çfarë do të thotë korrjeni, e ardhmja, shtëpia, familja. Kur të mbarosh universitetin, do të kthehesh në fshat? E kishte pyetur një herë, shumë natyrshëm, ndërkohë që po ecnim. Teuta kishte ngecur pak. Nuk di, kishte thënë sinqerisht. Familja pret kthim, por unë nuk di nëse mund të kthehem. Pse jo? Sepse unë nuk jam e njëjta si kur kam shkuar. Ky ishte një nga ato pohime të vërteta që dalin pa u menduar, dhe kur del, të qëndron gjatë. Marko e kishte kuptuar pa nevojë për shpjegime të mëtejshme. Kishte kap dorën e saj dhe nuk kishte shtuar asgjë. Ndonjëherë, heshtja e duhur është shumë më komunikuese se fjalët. Por i dujt e shoqes Teuta lidheshin me ngjarjen, jo me fjalët. 2 vjet pas fillimit të marrëdhënies, Marko mbaroi programin e shkëmbimit. Duhej të kthehej.
Bolonja e priste. Ajo natë të dyve u hëngrit copa zemra, jo sepse nuk kishin menduar për këtë, kishin menduar, por sepse e kishin lënë si problem të ardhmës, të paqartë, e paprekur. Tani kishte datë, kishte bilet, kishte realitet. Çfarë do të bëjmë? Pyeti Teuta, jo me frikë, por me zë të qetë të dikujt që di se ka gjëra jashtë kontrollit të tij. Marko e pa drejt. Nuk kam interes të bëj jetë pa ty. Nëse do të dosh, do gjejmë rrugë. Dhe kjo ishte e vërteta. Ata e gjetën rrugën, me mesazhe dhe telefonatas çdo ditë, me vizita sa herë mundej njëri ose tjetri, me planet e ardhshme të diskutuara me seriozitet. Teuta e kuptoi se ky njeri nuk luante. Marko e kuptoi se Teuta kishte botë brenda dhe ai donte ta shikonte atë botë. Por kishte diçka tjetër që rritej paralel me dashurinë. Ankthi i madh i fjalëve që duhej thënë, i njerëzve që duhej njoftuar, i pyetjeve që do të vinin si shi i fortë. Kush është? Nga është? Pse italian? Pse i huaj? Nuk ka djem shqiptar? Teuta e dinte se dita do të vinte. Nuk dinte sa shpejt, por e dinte se do të vinte. Kur Teuta mbaroi universitetin dhe u kthye në fshat, u ndryshua. Nuk dukej shumë ndryshe nga jashtë, po ajo vajzë, pak më e zbeht nga koha e bibliotekës, pak më e qetë në shikim, por brenda kishte marrë formë një grua e re, me mendimet e saj, me vendimet e saj, me zemrën e plot. Familja e priti me gëzim të vërtet. Nëna kishte bërë baklava, babai kishte vrarë gjelin e detit dhe vëllezërit kishin blerë shishe rakie. Ishte festa e kthimit, ajo traditë e bukur shqiptare ku shtëpia rilindte kur dikush i dashur kthehej. Teuta qëndroi pak vjavë, gjumi mirë, ajri i malit, ndjenja e sigurisë fizike, por ndjenja e rëndë e heshtjes rreth Marko mbeti me të. Ata vazhdonin të komunikonin çdo ditë. Marko pyeste si ishte kthimi. Teuta i tregonte detajet e vogla. Nëna gatuaj kjo, babai i tha atë, dhe Marko dëgjonte me atë vëmendjet e karakteristike të tij. Njëherë kur Teuta i kishte treguar si babai kishte qëndruar zgjuar deri në mesnata duke pritur ajo të kthehej nga një vizitë te miqt, Marko kishte thënë me shumë ndjenjë. Ai të do shumë, dhe Teuta kishte qarë, sepse e dinte, dhe pikërisht kjo e bënte gjithçka shumë më të vështirë. Vendosi t'i tregonte nënës, jo gjithçka me njëherë, por të hapte derën ngadalë. Ishte mbrëmja pas darke, kur ishin mbetur vetëm të dyjat. Babai kishte dalë te fqinji dhe vëllezërit ishin grumbulluar jashtë, kuzhinj me erë sapuni dhe drita të buta. Nën, filloi Teuta me zë të qetë, duhet të tregoj diçka. Nexhnia e shikoi menjëherë, me ato zy tamtare që kuptojnë tonin para fjalëve. Kam dikë që e dua. Nëna buzëqeshi pakës, sikur e kishte pritur. Djali kush është? Nga cila familje? Pauza. Teuta mori frym. Nuk është shqiptar, është italian. Buzëqeshja e nënës u ngri, sikur dikush e kishte ndalur me dorë. Çfarë the? Tha ajo ngadalë. Njohëm në universitet nën, studente e historisë, djali mirë, familje e mirë. Teuta. Vetëm emri, për me atë zë. Zëri i ftohët dhe i prerë. Që nën kuptonte, mos vazhdo. Ishte heshtja që pasoi ajo që e plagosi më shumë, jo thirrja, as qajma, heshtja. Nëna u ngrit, lau duart, fshiu tryezën dhe u zu me rutinën e mbrëmjes si të mos kishte ndodhur asgjë, si të mos kishte dëgjuar, ose si të donte t'i jepte shansin Teutës të tërhiqte fjalët. Por Teuta nuk i tërhiqte. Fjalët e vërteta nuk tërhiqen. Ditën tjetër, nëna nuk foli. Kur bëri mëngjes, e vendosi gotën para Teutës pa e shikuar. Kur fqinja erdhi në vizitë, nëna foli, qeshi, bëri çaj, por sa herë Teuta hyrte në dhomë, toni ndryshonte, u bë pak më formal, pak më i distancuar. Dhe Teuta e kupti. Nëna po e vendoste gjak ftohtësinë si mure para babait ta mësonte. Skënderi mësoi jo nga Teuta, por nga nëna, dhe kjo e bëri gjithçka dyfish të keqe. Ishte mëngjesi i të dielës. Teuta ishte zgjuar vonë dhe kur zbriti, shtëpia kishte atmosferën e asaj heshture të rëndë, kur diçka e keqe ka ndodhur por nuk është thënë. Babai ishte ulur në tavolinë me duart i bashkuara sipër, duke shikuar drejt e para, jo te Teuta, jo te muri, por diku boshe mes të dyve. Ulu, tha i. Teuta u ul. Nëna më tregoi. 3 fjalë, por me peshën e një fjalie shumë të gjatë.
Teuta nuk foli. Italiani kush është? Çfarë punon? Çfarë dëshiron? Pyetjet erdhën radhazi, të qeta, por që e digjnin. Teuta filloi të tregonte, me kujdes, me detaje, me ngrohtësi, kush ishte Marko, çfarë studionte, çfarë tipi njeriu ishte. Foli 5 minuta pa ndalesë. Babai dëgjoi me fytyrë të pashprehur. Kur mbaroi, Skënderi ngriti syt. Jemi familje e nderi, thaj. I kemi bëj gjithçka siç duhet. Vajza jon nuk martohet me të huaj. Por baba, vajza jon nuk martohet me të huaj. Përsëritja ishte vendimi. Nuk është pyetje e martesës ende, ne vetëm atëherë pse më tregon. Dhe kjo pyetje kishte një logjik të dhimbshme që Teuta nuk diti ta përmbys. Ditët pas saj ishin nga ato ditë ku e kuptoni se familja mund të jetë vendi më i vetmuar në botë. Teuta rinte mes tyre, hante me ta, ndihmonte me punë, por ndihej si të ishte xhami ndërmjet tyre. Ata e shikonin, por nuk e takonin. Vëllezrit mësuan. Sokoli ishte i pari që foli me ashpërsi të hapur. Ke turpëruar emrin ton. Flamuri heshti, por shikimi i tij thoshte të njëjtën gjë. Vetëm Arberi, i vogli, vazhdoi të fliste me të normalisht, por edhe ai me kujdes, si dikush që ecën pranë zjarrit. Teuta filloi të mendonte se ndoshta ishte gabimi vet, ndoshta duhej pritur herët, por pastaj e kuptoi se nuk kishte kohë të duhur për të vërteta të tilla. Koha e duhur është gjithmonë shumë herët për ata që nuk duan ta dëgjojnë. Pas 2 javësh, Marko erdhi ta vizitonte në qytet, jo në fshat. Ata dy kishin vendosur se takimi i tij me familjen ishte shumë herët, por vetë fakti se erdhi, vetë fakti se ishte fizikisht pranë, e forcoi Teutën. Ai nuk u ndjei mirëpritur sepse nuk u prezantua, por e kishte pyetur me kujdes. Si je? Si rin gjërat? Teuta kishte heshtur pak, pastaj kishte thënë. Babai është kundër, nëna po bën si babai thot, vëllezrit po ndihen të turpëruar. Marko i kishte kapur duart. Çfarë dëshiron ti? Ty, kishte thënë ajo pa hezitim, dhe kjo ishte radha e parë që e kishte thënë me atë siguri absolute. Marko nuk kishte qeshur nga gëzimi si kur e pritnin filmat. Kishte thënë vetëm, atëherë le të mendojmë si ta bëjmë. Dhe kjo, qetësia pragmatike, dëshira për të zgjidhur dhe jo për t'u ngazëlluar, ishte një nga gjërat që e kishte bërë Teutën t'i besonte plotësisht. Muajt kaluan. Teuta gjeti punë në qytet. Asistente në një redaksi të vogël gazetare, gjë që e bënte të lumtur me punën, por nuk e zgjidhte problemin e madh. Marko vionte, vizitat bëheshin, dashuria rritej, por familja mbetej e vendosur. Teuta bëri edhe një përpjekje, shkroi letër babait, letër të gjatë, dore, me tërë fjalët që nuk kishte arritur t'i thoshte gojë. I tregoi kush ishte Marko, si e kishte njohur, si e kishte trajtuar, çfarë planesh kishin. I tha se dashuria nuk zgjidhte kombënashi. I tha se e nderuan familjen tër jetë, por nuk donte të hiqte dorë nga lumturia e saj. Letra u kthye e pahapur. E kthye Sokoli, vëllai më i madh, me një resht kundër të shkurtër mbi zarfin. Babai nuk dëshiron. Ato 3 fjalë, babai nuk dëshiron, ishin sentenca, gjykimi, vendimi final i shtëpisë. Teuta e mbajti zarfin në duar gjatë, mendoi ta hapi vet. Pastaj e la mënjan. Disa gjëra janë shumë të dhimbshme t'i lexosh kur ke vendosur të mos qahesh. Ndërkohë, Marko propozoi martesën. Jo me shumë ceremoni. Ishin ulur 2 bashk në tryezë, ai kishte çuar unazën e thjesht, të argjënt, dhe kishte thënë me shqipen e tij të mirë tashmë. Dua të jetoj me ty. Dua të ndërtojmë jetën bashk. Dua të jem burri yt. Teuta i kishte thënë po. Dhe në atë po, kishte futur gjithçka. Dashurinë, frikën, shpresën dhe dhimbjen e parashikuar. Sepse po, ndaj Markos, nënkuptonte gjithashtu jo ndaj asaj shtëpie në fshat, ndaj asaj kuzhine me erë baklava, ndaj asaj nëne me sytë e ngjyrës së tokës, ndaj aty baba që ulej pranë xhakut dhe shikonte flakët. Nuk ishte vendim i lehtë, por ishte vendim i vërtet. Mori frymtheu, vuri unazën në gisht dhe tha me zë të ulët. Por duhet ta di se çmimi mund të jetë i lartë. Marko e shikoi. E di. Familja mund të mos pranoj kurrë. E di, tha ai përsëri. Mund të rrim pa ta për shumë kohë. Teuta. Zëri i tij u bë i butë dhe i prerë njëkohësisht.
Nuk po zgjidhim kundër familjes sate, po zgjidhim për jetën tonë. Nëse ata do të duan, goja u hapet, por nuk mund të jetojmë duke pritur leje. Ato fjalë ishin të vërteta, por të vërteta edhe shumë të dhimbshme kur bota jote është ndërtuar mbi konceptin se familja vendos. Teuta vendosi të njoftonte familjen vet. Jo nëpërmjet letrave, jo nëpërmjet të tjerëve, por me zërin e vet. Mori telefonin dhe thirri babain. Telefoni u hap pas 3 zileve. Skanderi u përgjigj me atë po, të shkurtër dhe të ashpër, si dikush që pret lajme të këqija dhe e ka lodhur pritjen. Baba, jam unë. Pauza. Do të martohem me Markon. Heshtja zgjati aq gjatë sa Teuta mindoi se kishte rënë linja. Pastaj zëri i babait erdhi, jo i lartë, jo i zhurmshëm, por i ftohtë si guri i malit dimrit. Kjo nuk është martesa jon. Baba, kjo nuk është martesa jon, përsëriti ai. Nëse e bën, mos e konsidero veten pjesë të kësaj familje. Klik. Linja u mbyll. Teuta mbajti telefonin aty, pranë veshit, për disa sekonda pas mbylljes, sikur priste që zëri i babait të kthehej dhe të thoshte, po shaka bëja. Por telefoni mbeti i heshtur, i ftohtë, i zbrazët. Fjolla ishte aty, e ulur në dëm tjetër, dhe kur pa Teutën të dalë me fytyrën e zbardhur, u ngrit menjëherë. Nuk foli. Vetëm e mori nga supet dhe e uli me kujdes, si dikush që ka marrë goditje dhe duhet lënë të qetësohet. Teuta nuk qau atë mbrëmje. Lotët nuk erdhën. Erdhi vetëm ai boshllëku i madh, ai boshllëk që ndjen kur diçka shumë e rëndësishme ka thyer pas zhurmë. Marko erdhi 2 ditë pas. E gjeti të qetë, shumë të qetë, dhe e dinte se ajo lloj qetësie nuk është paqe, është mbrojtje. E mbajti afër dhe nuk e shtyu të fliste. Vetëm ishte aty. Dhe kjo, të jesh aty, e thjesht, ishte gjithçka çfarë Teuta kishte vevoja të ditë. Martesa u bë me dëshmi. Të dy dhe 2 shoqet e Teutës, Fjolla dhe Anila, plus 2 miqt e Markot nga universiteti. Asnjë antar i familjes Teuta, asnjë nga fshati. Asnjë nga ata njerëz që ishin pjesa kryesore e çdo momenti të rëndësishëm deri atëherë. Ishte ceremoni e vogël, e ngrohtë, e vërtet. Teuta kishte veshur një fustan të bardhë të thjeshtë që e kishte bler me fjollën. Kishte lule të vogla portokalli në flok dhe kishte buzëqeshur. Me të vërtet kishte buzëqeshur, ndërkohë që firmosnin dokumentin. Por kur doli nga zyra civile dhe qielli i jashtëm ishte i kaltër dhe dielli lëshonte dritë të butë pasdite, ajo ndjeu njëkohësisht 2 gjëra që janë të papajtueshme zakonisht. Lumturia nga Marko, dhimbja nga Çairi. Javën e parë pas martesës, Teuta thirri nënën. Donte t'i tregonte. Jo të kërkonte falje, por të ndante. Nëna u përgjigj, por me zërin të dikujt që flet nëpërmjet mureve. Foli për motin, për bagtin, për fqinjët. Por as fjalën martesa nuk e shqiptoi. As Marko nuk e tha. E largoi me kujdes çdo mundësi emocionale. Thirrja e dytë kaloi shumë si e para. E treta nuk u mor fare. Teuta thirri vëllan Arberin, shpresa e fundit. Ai u mor, por me zë të turbullt. Mos thirr shumë, Teuta. Babai zemërohet. Zemërohet se po flas me vëllan tim? Zemërohet sepse ke bërë çfarë ke bërë. Ajo mori frym. Jam martuar, Arber. Kjo nuk është krim. Këtu, për ta, është. Dhe zëri i tij ishte trishtim, jo urrejtje, por trishtim. Dhe trishtimi i vëllait të vogël e lëndoi Teutën 2 fish nga ashpërsia e babait. Sepse Arberi nuk donte ta lëndonte, por ishte e kapur mes 2 botëve dhe nuk dinte si të kalonte. Linja e komunikimit me familjen u doq ngadalë. Si ura e drurit mbi ujë, jo me një zjarr të madh,
por me flak të vogla që han gradualisht derisa një ditë e kalove rrugën tjetër sepse e di se nuk mban. Javë pa komunikim u bën muaj. Muajt e parë ishin të dhimbshëm me intensitet. Çdo të premte mbrëma, kur Marko dhe ajo hanin bashk, Teuta mendonte se si nëna e saj po bënte darkën aty, në atë fshat, pa ta. Çdo fest, Krishtlindja kur ishin në Itali me familjen e Markos, viti i ri, Pashkët, kishte boshllëkun e pranishëm si mysafiri pa dëshiruar. Familja e Markos ishte e ndryshme. Nëna e tij, Lucia, ishte grua e hapur, tepër emocionuese, e cila e priti Teutën me duar të hapura dhe shumë lot gëzimi, dhe Teuta nuk diti si të reagonte ndaj atyre lotëve të gëzimit, sepse nuk ishte mësuar. Lucia e puthi në të dy faqet, i bëri pasta çdo herë që vinin dhe i pyeste me kureshtje të vërtet për Shqipërinë, për traditën, për kulturën. Babai Markos, Giuseppe, ishte më i rezervuar, por i drejtë dhe i mirësjellshëm. Teuta ishte mirëpritur, dhe pikërisht kjo mirëpritje e bënte dhimbjen tjetër edhe më të mprehtë, sepse kujtonte se çfarë kishte ajo po të kishte zgjedhur ndryshe, kujtonte çfarë i kishte mohuar vetes. Filluan jeta e tyre në qytetin shqiptar fillimisht. Marko gjeti punë pra një organizate kulturore, Teuta vazhdoi me redaksin. Shtëpia e tyre e parë ishte e vogël, me mure të trasha dhe dritare me shikim mbi kopshtin e fqinjit, por e ngrohën me sende të vogla, librat e radhitur me dashuri, fotografitë e dy bashk, tapeti i kuq që kishin gjetur në pazar. Por shqetësimi real nuk ishte shtëpia, ishte heshtja nga Shqipëria e veriut. Viti i parë pas heshtjes ishte më i vështiri. Teuta e quante viti i mosbesimit, ai vit ku nuk besonte ende se ata kishte heshtur për të vërtet dhe përpiqej të gjente shpjegime. Ndoshta janë të zënë, ndoshta kanë probleme, ndoshta koha do të zbusin gjërat, por koha thjesht kaloi. Kishte momente konkrete që e plagonin. Njëherë, kur ishte sëmur me temperaturë të lartë dhe shtru shtrat 2 ditë, dera e parë që donte të thirrte ishte dera e nënës. Kjo ishte instinkti, jo mendimi, por instinkti fizik i trupit. Merre telefonin, thirr nënën, dëgjoi zërin e saj, por pastaj kujtonte dhe vendoste telefonin më njanë dhe ndihej 2 herë sëmur, nga temperatura dhe nga vetmia. Marko ishte i shkëlqyer si kujdestar, bënte çaj, sillte ilaçe, i mbante dorën, por Teuta dinte se nuk ishte i vetëm si shërueshëm, nëna kishte mënyrën e vet të shtrihej krah rodhve, të fërkonte ballin me leckë të lagur, të fliste me atë zë të ulët e qetë që vetëm nënat e kanë. Askush tjetër në botë nuk e kishte atë zë. Viti i dytë solli zbehjen e shpresës aktive. Teuta nuk thirri çdo ditë, thirri çdo javë, pastaj çdo muaj. Çdo thirrje ishte si të hysh në ujë të ftohtë, e dije se do t'ishin aty, por nuk dije sa ftohtë. Nëna ndonjëherë merrte dhe fliste 5 minuta me zë neutral, as keq, as mirë, thjesht neutral. Asnjëherë nuk pyeste, si je, si ron, çfarë je duke bërë me jetën, vetëm gjëra sipërfaqësore. Fqinji ka vdekur, lopën e kanë shitur, dimri ka qenë i ashpër. Babai nuk merrte asnjëherë. Vëllai Sokoli po ashtu. Flamuri ndonjëherë dëgjonte zërin e saj kur thirrej rastësisht kur Arberi ishte duke folur, por nuk fliste me të. Arberi mbeti i vetmi lidhje, por edhe ai i ngushtë, i friksuar, i kapur mes 2 anëve. Teuta e donte fort për atë mundimin e tij, dinte se jo të gjithë kanë guximin të kundërshtojnë bllokadën e shtëpisë. Muajt e heshtjes kishin strukturën e tyre të çuditshme psikologjike. Në fillim vinin me goditje, një fest kalohej pa mesazh, një ditëlindje pa telefonat, pastaj me dhimbje të shurdh, siç ndjen krahun ku je vaksinuar, jo dhimbje të mprehtë, por të rëndë dhe konstante. Pastaj pas muajsh vinte diçka e tmerrshme, mësoheshe, filloje të mos presesh, dhe mos pritja ishte ndoshta goditja më e madhe, sepse i nënkuptonte, kam pranuar se ata nuk do të vinë. Por Teuta nuk pranoi kurrë deri në fund, dhe kjo ishte burimi i dhimbjes dhe burimi i forcës. Pas 2 vitesh, Marko mori ofertë pune në Itali, në Bologna, ku kishte rrënjët. Ishte mundësi e mirë profesionale dhe të dy e diskutuan me seriozitet. Teuta nuk u friksua nga largimi fizik nga Shqipëria, ajo kishte mësuar se shtëpia nuk është vetëm vend gjeografik, por kishte një frikë tjetër,
Nëse largohej, distanca do t'ishte edhe justifikim tjetër për familjen të mos komunikonin, por shkuan. Bologna ishte qyteti bukur, me arkitekturë të vjetër, me portik të gjatë nën shi dhe me universitetet e lashta. Teuta filloi kursin e gjuhës italiane me seriozitet, tashmë kishte bazë nga Marko, por donte ta zotronte vërtet. Punoi për disa muaj si përkthyese e lirë, shqip, anglisht dhe duke mësuar italisht, pastaj gjeti punë të rregullt në një agjenci komunikimi. Jeta e re kishte ritrin e vet, mësohet, adaptohet, por Teuta kishte zbuluar diçka për veten. Ajo adaptohet me trup dhe mendje, por jo plotësisht me zemër. Zemra mbahej gjithmonë me pak vend të zbrazët, si dhomë ku diçka ka munguar dhe ti e ke riorganizuar mobiljet, por e di se aty kishte diçka tjetër. Çdo herë që kalonte nëpër treg dhe shihte nënë e vajzë duke zgjedhur perime bashk, Teutën e godiste pa paralajmërim. Çdo Krishtlindje kur familja e Markos mblidhej e plot gëzim dhe zhurmë, Teuta buzëqeshte dhe ishte e pranishme, por gjithmonë kishte atë imazh paralel, shtëpia e fshatit, oxhaku, nëna me shamit e vet. Marko e vinte re gjithçka. Nuk fliste shumë për të, e dinte se disa dhimbje nuk shërohen me fjalë, por bënte gjëra të vogla. Ndonjëherë i sillte çaj kur e gjente të heshtur, ndonjëherë e merrte të dorën pa arsye dhe ecni nëpër qytet, ndonjëherë i linte hapësirë, sepse kuptua se Teuta kishte nevojë edhe për hapësirën e vetmisë së saj, jo vetmia e shqetësueshme, por vetmia brendshme ku njeriu rregullon mendjen. Një herë, pas 2 viteve në Itali, Teuta e thirri nënën me videothirrje. Ishte hera e parë, dëshironte ta shihte fytyrën, jo vetëm zërin. Nëna u mor, pa pak dhe pastaj tha, nuk ka kohë tani, dhe mbyllas. Ato 4 sekonda, sa zgjati thirrja, Teuta i rishikoi me qindra herë mendërisht. Fytyrën e nënës, të plakur pak, sytë e njëjtë, buzët e shtrënguara, edhe ajo nuk ka kohë tani, e tha duke parë mënjan, si dikush që i turpërohet, por nuk tregon sepse. Marko e gjeti Teutën duke qëndruar me telefonin në duar, e pa lëvizur, i afrua ngadal. Nuk erdhi? Pyetja ime zë shumë të butë. Erdhi dhe iku, tha Teuta. Pastaj shtoi. Sytë e saj janë plakur shumë. Marko nuk tha asgjë. E mori afër dhe Teuta mbajti lot për herë të parë prej muajsh. Jo nga trishtimi i mprehtë, por nga ai trishtimi i butë dhe i ngadalt si shiu i dimrit, ai trishtim që di se do të zgjas. Teuta nuk u dorëzua kurrë plotësisht. Kjo ishte karakteri i saj, ajo qëndres që mësuesi kishte parë tek ajo e vogël, ajo qëndres që shqipja e kishte fjalën e vet të veçantë. Çdo vitin e ri dërgonte mesazh, jo shumë fjalë, vetëm vitin e ri, ju dua. Ndonjëherë nëna e kthente me 2 fjalë, shpesh asgjë. Çdo ditëlindje të babait dhe e dinte datën sepse kurrë nuk harrohej, dërgonte mesazh, asnjëherë përgjigje. Çdo festë fetare, çdo event familjar që dëgjonte nga arbori, Teuta dërgonte diçka. Shumë pak hapej kthimi, por nuk ndali. Shkroi edhe letër tjetër, shumë vite pas të parës, letër të gjatë, ku nuk apologjizoi për martesën, por shprehu dashurinë dhe mallin. I tha babait se donte ta shihte, i tha nënës se asnjë distancë nuk ishte ndryshuar faktin se ajo ishte vajza e saj. I tha vëllezërve se fëmijët do të kishin dyer të hapura me ta, nëse do të donin. Nuk pati përgjigje, por arbëri, pas disa muajsh, e thirri me të heshtur. Thirrje e shkurtër, me zë të ulët si të fliste fshehurazi. Letra erdhi, tha ai. Babai e lexoi. Pauza e gjatë. Nuk tha asgjë, por e lexoi. Kjo ishte ushqimi i vogël i shpresës. Ai, babai e lexoi, kishte pesh. Ai nuk tha asgjë, mund të nënkuptonte shumë gjëra. Dhe Teuta zgjodhi të besonte versionin ku nënkuptonte se muri nuk ishte plotësisht gur. Ato vite kishin momentet e tyre të dhimbshme specifike. Njëherë, kur Sokoli u martua dhe Teuta mësoi nëpërmjet arbërit, jo nëpërmjet ftesës, ndjeu diçka komplekse, jo xhelozi, por ndjenjën e përjashtimit. Të gjithë ishin aty, fshati, fisi, të gjithë, vetëm ajo, vajza e familjes, motra, nuk kishte vend. Imagjinoi sallën, muzikën, nënën duke qarë nga gëzimi, babai krenar, Sokolit me kostum,
Imagjinoi se ku do të kishte qëndruar ajo. Imagjinoi veten duke ecur tek babai dhe Arbëri u përgjigj menjëherë me lotët e gëzimit dhe me bekime. Ishte i vetmi, asnjë tjetër. Pas lindjes, Teuta kishte ndryshuar pak. Bëhesh nën dhe bota riorientohet rreth fëmijës, rreth lidhjes primordiale mes nënës dhe fëmijës, dhe kjo lidhje e reja e bënte Teutën të kuptonte nënën e vet ndryshe. Nën bëhesh dhe kuptoni çfarë do të thotë të duash dikë me atë intensitet iracional, të pagabuar, të përjetshëm. Kuptoni çfarë sakrifikojnë nënat, kuptoni pse i dhemb kaq shumë. Dhe duke kuptuar nënën e vet, e lëndohej edhe më fort, sepse pyetja bëhej, nëse unë nuk do të mund të mos e doja Luanin, çfarë po ndjen nëna ime tani? Si ishte e mundur të heshte ndaj tij? Dilema e Teutës ishte njerëzore dhe komplekse. A ishte dënimi ndaj saj? A ishte mbi Luanin gjithashtu? Nip pa gjysh, gjysh pa nip. Çfarë lloj ndëshkimi ishte ky? E thirrja Arbërin me nervozizëm të butë. Arbër, a e di babai se kam lindur? A e di se ka nip? E di, tha Arbëri. Nëna ja tregoi. Dhe pauze gjatë. Nuk tha asgjë. Asgjë? Asgjë Teuta. Zëri i tij kishte atë lodhje të vjetër të dikujt që ka shpjeguar diçka shumë herë dhe nuk di si ta bëjmë më të kuptueshëm. Teuta uli telefonin dhe shikoi Luanin. Ai flinte i qetë, me gjishtat e vegjël të mbyllur si fllambaça, dhe mendoi, ai nuk ka kurfar faj. Ai ka nevojë për gjyshin, për gjyshen, për xhaxhallarët, dhe ata e mohojnë para se ta njohin. Kjo ishte dhimbja e re, dhimbja e prindrit, e cila është ndryshe nga dhimbja e fëmijës. Dhimbja e fëmijës të prek ty, dhimbja e prindrit të prek fëmijën tënd, dhe kjo është dy fish e papërballueshme. Viti i 5 solli edhe një dimension tjetër. Teuta filloi terapin, jo sepse kishte krizë, por sepse e kuptoi se kishte nevojë të fliste me dikën neutral, dikë që nuk e njihte historinë dhe nuk kishte opinion. Terapeistja ishte shqiptare e ardhur shumë kohë më parë në Itali, e qetë dhe urtë. Filloi të kuptonte gjëra rreth vetës. Kuptoi se vuante jo vetëm nga ndarjet, por nga ndjenja e turpit të internalizuar. Shoqëria e fshatit, mentaliteti ai i thellë, kishte lënë gjurmë edhe tek ajo. Ndonjëherë pyeste veten nëse kishte bërë keq pa e kuptuar, nëse kishte shkelur diçka reale e jo vetëm konvencione. Terapeistja e ndihmua të dallonte. Turpi mund të jetë i trashëguar, nuk do të thotë se e meriton. Ato seanca e ndihmuan të mbante peshën e emocioneve pa u fundosur, e ndihmuan të kuptonte se dashuria e saj për familjen dhe zemërimi ndaj mënyrës si kishin vepruar mund të koekzistonin, nuk duhej të zgjidhte njërin. Viti i 6, Teuta e dinte se duhej të kthehej, jo detyrimisht tek shtëpia, por në Shqipëri. Kishte arsye praktike, dokumenta, vizita tek miku i vjetër i universitetit, disa punë, por e vërteta ishte, donte ta ndjente tokën. Marko qëndroi me Luanin. Luani ishte jesh 2 vjeç e nës, bënte gjithçka me vrap dhe fliste me shqip italisht të përzier. Marko dinte ta menaxhonte mirë dhe kishte 20 herë thënë Teutës, "Shko, ke nevojë." Teuta u nis vetëm. Kur avioni zbriti dhe dera u hap dhe ai ajër shqiptar, i ngrohtë, me erë pak pluhuri dhe pak lule të fshatit të largët, i ra fytyrës, Teuta mbajti frymën. Ndjeu diçka fizike, visqere, e pa mundur ta shpjegosh me fjalë nëse nuk e ke ndjer. Kthimi tek toka jote është diçka instinktive. Trupi e njeh. Qëndroi në Viranë 3 ditë. Takoi fjollën, tani e martuar me fëmijë, e lumtur, dhe qan bashkë mbi kafe. Takoi miqtë e universitetit, ecën në për rrugë të njohura. Pastaj, ditën e tretë, mori autobusin për në veri. Jo deri në fshat, vetëm deri në qytetën e afërt. U ul në kafe dhe thirrja Arbërin. "Mos u tremb, por jam këtu, afër. Dua të shihem me nënën nëse pranon." Arbëri heshti pak. Pastaj tha, "Do të provoj." 2 orë pritje. Teuta piu 2 kafe dhe nuk e ndjeu shijen e asnjërës. Shikoi rrugën. Çdo grua e moshës së nënës që kalonte, zemra i bënte saltim. Pastaj pa nënën. Nexhmia po vinte nga rruga, me çantë blerjesh, me hapa të rënduar, jo nga pleqëria, por nga dita e lodhjes. Flokët ishin thuajse tërësisht të thinjura tani. Fytyra kishte marrë rrudha të reja, por syt ishin njësoj, të errët, të thellë, të
të shqetësuar. Teuta u ngrit nga kafeja. Nëna e shikoi nga larg dhe ndaloi. 2 sekonda, 3, 6. Pastaj vazhdoi drejt saj. Ngadal, si dikush që shkon drejt diçkaje të frikshme, por që e di se duhet ta bëj. Teuta nuk foli, nuk tha asgjë, vetëm qëndroi aty. Nëna e shikoi fytyrën e saj, të ndryshuar dhe njësoj. Pastaj tha me zë pothuajse të padëgjueshëm: "Ke humbur pesh." Dhe Teuta, me tër dramën, me tër dhimbjen e 6 viteve, me tër lotët e mbajtur, qeshi. Qeshi sikur ishte e çmendur, sepse kjo ishte nëna e saj. Edhe pas 6 viteve heshtje, ajo e shikoi e para peshën. U përqafuan. Nëna e mbajti fort, po aq fort sa Teuta mbajti mend nga fëmijëria, por pastaj u shkëput shpejt. Shikoi rreth, sikur kish frikë se dikush mund ta shikonte. Vendosën e pinin kafe aty. 20 minuta. Nëna fliste me zë të ulët, me syt herë tek ajo, herë tek rruga. Pyeti për Luanin. Teuta i tregoi fotografi. Nëna mbajti telefonin dhe shikoi fotografinë e Luanit gjatë. Pastaj tha: "I ngjan ty." "I ngjan edhe Markos te hundja," tha Teuta me kujdes. Nëna nuk tha asgjë për Markon, por nuk e largoi telefonin. Vazhdoi ta shikonte Luanin. Kur u nda, nëna tha: "Mos i trego babait se u takuam." Dhe kjo frazë, ajo fshehje, ishte njëkohësisht e dhimbshme dhe e çmuar. E dhimbshme sepse nën kuptonte se akoma nuk guxonte të vepronte vet. E çmuar sepse nën kuptonte se kish ardhur gjithsesi. Takimi me nënën nuk hapi dyert, por i çau muret pak. Jo shumë, vetëm sa të dilte pak dritë. Teuta e mori si energji për të vazhduar. U kthye në Itali dhe u hodh tek Luani. E mori në duar dhe e mbajti gjatë, shumë gjatë, derisa ai filloi proteston: "Mami, lërë!" Marko e shikoi me atë shikimin e tij inteligjent dhe pyeti: "Shkoj?" "Shkoj," tha Teuta. "E pash nënën." Dhe shikoi fotografinë e Luanit dhe tha se i ngjan mua. Buzëqeshi: "Gjyshe është." Marko buzëqeshi edhe ai, me atë gëzim të qetë që kishte kur gjërat po lëviznin. Por viti i 6 solli edhe lajme të tjera. Arbëri thirri me zë të turbullt njërin mëngjes: "Baba është sëmur, zemra." Teuta mbeti pa frym. Sa keq. Hospitalizua, por tani është mirë. Kan thënë se duhet kujdes, duhet qetësi, duhet ndryshim jete. Teuta uli telefonin dhe qëndroi e pa lëvizur. Baba i saj ishte i sëmur. Zemra. Dhe ajo ishte në Bologna, me oqean distancë mes tyre, jo oqean fizik, por oqean i ndërtuar me vite heshtje dhe kokë fortësi. Dëshira e parë ishte e menjëhershme. Dua të shkoj. Frika e dytë erdhi po aq shpejt. Nëse shkoj, do më pranoj? Marko nuk e la të pyeste gjatë. "Shko," tha ai thjesht. "Edhe nëse të dëbon, ke shkuar, ke bërë detyrën tënde si vajzë." Ajo fjalë, detyrën tënde si vajzë, e preku thellë, sepse Marko nuk ishte lindur në kulturën shqiptare, por e kishte kuptuar atë kulturë mirë, sa dinte se kjo ishte gjuha e zemrës së Teutës. Shkoj. Mori bilet ditën e nesërme dhe shkoj. Spitali kishte korridore të gjata, me dritë neon, me erë dezinfektanti dhe me atë heshtje karakteristike që kanë vendet kur njerëzit vinë kur gjërat janë serioze. Arbëri e priti jashtë, e përqafoi fort herën e parë pas shumë kohësh dhe tha me zë të mbushur: "Faleminderit që erdhe." Nëna ishte aty, ulur pranë krevatit. Kur pa Teutën të hynte, i u ndryshuan syt, një shkreptëmim i shpejt i diçkaje, por nuk tha asgjë Teuta. I afrua babait. Skënderi ishte i shtrirë me kablo dhe me aparat, i zbehur, shumë i plakur nga hera e fundit që e kishte parë, dhe kjo e goditi Teutën si grusht. Ai ishte plakur pa e parë. 7 vite kishin kaluar mbi fytyrën e tij si ujë mbi gur, duke e gërryer pak nga pak dhe ajo nuk ishte aty t'i shikonte ato vite. U ul pranë. Nuk foli, vetëm i mori dorën. Skanderi e shikoi. Sytë e tij, ata sy të errët, autoritar, gjithmonë të vendosur, ishin tashmë pak të lodhur, pak më të butë. Ose ndoshta ishte iluzioni i Teutës, por ajo e mori si të vërtet. Ai nuk foli, ajo nuk foli, por dora mbeti. Nëna doli të merrte kafe dhe Arbëri shkoi me të. Mbetën vetëm dy, baba e birë në atë dom me dritë neon
dhe zhurmën e aparaturave. Pastaj, Skënderi foli, me zë të ngadalt dhe të sforcuar. Si është dali? Pyeti pa e emërtuar Markon. Pyeti për djalin, për Luanin. Dhe Teuta me zemrën duke i rahur si xile, i tregoi gjithçka. Si ishte Luani, çfarë fjalë dinte, si qeshte, si vraponte pas mace së fqinjit, si thoshte gjyshi shqip, sepse Teuta i kishte mësuar paraprakisht nga nëna e vet me shpresë. Ai gjyshi, ai fjalë mësuar paraprakisht nga nëna e vet me shpresë, bëri që Skënderit të ndriçonin syt, jo me fjalë, me syt. Kjo ishte shenja e parë. Teuta qëndroi 5 ditë. Gjatë asaj kohe, babai u përmirësua fizikisht dhe diçka tjetër ndryshoi gradualisht, si ndryshon temperatura kur vjen pranvera. Jo me hop, por me grad. Nëna filloi të fliste pak më shumë, jo për martesën, jo për Markon, ato tema mbeteshin të ndaluara, por për jetën. Si ishte Bologna, si ishte puna, si e kishte mësuar italisht Teuta. Pyeti nëse Luani hante mirë, pyeti nëse Marko e ndihmonte me fëmijën. Teuta ju përgjigj çdo pyetjeje me kujdes dhe me ngrohtësi. Nuk e shtiu. Dinte se muret nuk bien me forcë, bien kur ven vjeshta mbi to, kur shiu i dimrit i gërryen, kur koha bën punën e vet. Sokoli e pa një herë kur po dilte nga spitali. E shikoi nga larg, një shikim të gjatë, pa fjalë, dhe pastaj ktheu kokën. Nuk foli, por nuk ja ktheu shpinën me urrëtie. Thjesht kaloi, dhe edhe kjo ishte diçka. Flamuri ishte larg qytetit, nuk e pa. Arbri ishte pranë gjatë gjithë kohës. Tregoi gjëra nga vitet e humpura, martesa e Sokolit, lindja e fëmijëve të tij, si kishte ndryshuar fshati, si kishte vdekur fqinji i vjetër, detaje të vogla të jetës që Teuta kishte humbur. Çdo detaj kishte shijen e hidhur të gjërave të pamundura t'i rikthesh. Natën e fundit para se të iktes, Teuta ul me nënën në kuzhinën e spitalit. Ishin të vetme, me 2 kafet mes tyre, dhe tha me zë të qetë: "Nën, nuk kërkoj të pranosh Markon me njëherë, nuk kërkoj të bësh parti. Kërkoj vetëm të dish se unë të dua, dhe Luani të duan, dhe çdo ditë që kalon pa ju, është ditë e humbur për të gjithë." Nexhmia e shikoi kafen, pastaj tha diçka që Teuta nuk e kishte dëgjuar prej shumë vitesh. "Edhe unë të dua, bi." 2 fjalë, vetëm 2 fjalë, por ato 2 fjalë kishin peshën e gjithë heshtjes para tyre. Ishin 2 fjalë të vonuara me vite, 2 fjalë të mbajtura peng nga frika dhe nga presioni dhe nga tradita, por ishin thënë, dhe kur thuheshin, nuk mund të shhuheshin. Teuta nuk qau atë natë, mbajti të ren, por kur zbriti në autobus dhe qyteza u largua pas xhamit, pastaj pylli, pastaj fushë hapur, atëherë qau. Qau si fëmijë, me shpatulla duke u dridhur, me dorën mbi gojë për të zbutur zhurmën. Shoqja e ulur pranë e shikoi me shqetësim, por nuk pyeti, dhe Teuta nuk spjegoi. Disa lot nuk kanë shpjegim të shkurtër. Pas kthimit nga vizita e spitalit, diçka ndryshoi në ritmin e komunikimit, jo dramatikisht, por rregullisht. Nëna filloi të merrte telefonin, jo gjithmonë, jo herën e parë, por herën e dytë ose të tretë të ziles, dhe fliste pak më shumë se Allahu të ruajt. Teuta e ndjeu ndryshimin si dikush që ka ecur me errësirë dhe sheh drita për herë në horizont. Nuk janë afër akoma, nuk janë të sigurta, por janë aty, janë reale. Luani bëhej më i madh. Tashmë fliste shqip me rrjedhshmëri të çuditshme për moshën. Teuta kishte qenë e vendosur për këtë. I kishte folur gjithmonë shqip, kishte lexuar tregime shqip dhe kishte kënduar këngë të vjetra shqiptare. Marko i kishte mësuar disa fjalë shqip edhe vet, jo mirë, me aksent italian të fortë, por me shumë dashuri. Njëherë, gjatë thirrjes video me nënën, Luani u fut rastësisht para kamerës dhe tha: "Gjyshe, kur vjen?" Pa u mësuar, pa u instruktuar, thjesht e pyeti, me atë naivitetin e fëmijëve që nuk din gjë për kufin të rriturve. Nëna mbuloi gojën me dorë, syti bën të lagët. "Kur të mund, zemra," tha ajo me zë të mbushur. Ajo kur të mund ishte premtim, i paqartë, i pasigurt, por premtim. Babai doli nga spitali dhe u rikthye në fshat me rregulla të reja të jetës, dietë, qetësi, shëtitje çdo ditë.
Dëgjonte lajmet nëpërmjet arbërit dhe nëpërmjet nënës, nuk fliste me baban direkt akoma. Ai nuk merrte telefonin, por e dinte se ishte mirë dhe kjo ishte mjaft. Njëherë, arbëri I tha gjatë thirrjes: "E dije se babai ka fotografitë e Luanit?" Teuta ngriu. "Si?" "Si nëna I ka printuar 2 fotografi nga telefoni dhe I ka vënë në raftin e dhomës." Pauza. "Babai e di, nuk I ka hequr." Ato 2 fotografi të vogla në raftin e dhomës, ishin ura. Ishin gjesti I parë I babait, I fshehur pas heshtjes, I maskuar pas lejimit pasiv, por ishte gjesti, dhe Teuta e dinte si ta lexonte. Erdhi dita, jo si në filmat, me muzikë dhe me dritë dramatike, por si shumica e ditëve të rëndësishme, e thjesht, e papritur dhe shumë reale. Teuta ishte në kuzhinë dhe po bënte mëngjesin. Luani ishte duke vizatuar pranë tryezës. Marko po lexonte gazetën. Ishte mëngjesi I zakonshëm. Telefoni u zë. Numër shqiptar. Numri I shtëpisë. Teuta e mori me gisht që dridhej paksa. "Alo?" Dhe zëri në anën tjetër ishte zëri I babait. "Teuta?" Vetëm emrin e saj, por me atë zë, ai zë I Skënderit, I rënd dhe I thellë, që cilin nuk e kishte dëgjuar drejt për drejt prej 7 vitesh, Teuta u bë sigur. Goja ju hap, por nuk doli fjalë. Marko qeshi. Teuta është mësuese e mirë, por e ashpër. Qeshi edhe arbëri, edhe babai, vetëm buzëqeshja e vogël, e gurt, por e vërtet. Ajo buzëqeshje e parë e Skënderit ndaj Markos ishte murin e fundit që ra. Teuta e pa nga dritari e kuzhinës ku po ndihmonte nënën. Mbajti duart në ujë dhe qëndroi kështu, me syt nga ata 2, duke menduar se nuk e kishte imagjinuar kurrë se do ta shikonte këtë imazh. 2 njerëz nga 2 botë krejtësisht të ndryshme, duke ngrënë ullinj në oborrin e shtëpisë ku ajo kishte mësuar të ecë. Nëna erdhi pranë edhe pa edhe ajo. Pastaj tha me zë të ulët, krejt thjesht: "Duket djali mirë." Teuta nuk u kthye, sepse dinte se do të qante dhe nuk donte ta lëkunte momentin. Tha vetëm: "Është nën." Sokoli erdhi të dytën ditë, hyri pa Markon dhe pa Luanin, tha mirëdita me zë neutral dhe u zu me punët e shtëpisë. Nuk ngriti teme, nuk ngriti zë, nuk bëri gjeste armiqësore, por as nuk u afrua. Teuta e zuri pas darke, kur Marko dhe Luani ishin fjetur. "Sokol?" tha ajo me zë të qetë. "Po?" u kthye. "Nuk po kërkoj falje për vendimin tim, por kërkoj vëllain tim." Sokoli shikoi dyshemen. Kishte ndryshuar, ishte burr tashmë me fëmijë, me jetën e tij. Ndoshta me vitet kishte kuptuar edhe ai gjëra. "Kam thënë gjëra të vrazhda", tha ai pas heshtjes. "Nuk dua ti përsëris." Nuk detyrohet, dhe nuk pranoja dot, ende nuk e kuptoj si duhet. Pauza. "Por unë jam vëllai yt, kjo nuk ndryshon." Nuk ishte falje e plot, nuk ishte kapërcim dramatik, por ishte fillim, dhe Teuta e dinte se me Sokolin një fillim ishte arritje. Flamuri ishte shumë larg dhe nuk erdhi atë vizitë, por I dërgoi mesazh Teutës, të shkurtër, të thatë, por ekzistent. "Mirë se keni ardhur." Dhe edhe kjo nga Flamuri ishte diçka. Arbëri qau 2 herë gjatë asaj jave, herën e parë kur Luani I bërtiti gja arbër dhe ju hodh në krah. Herën e dytë kur natën e fundit pas darkës, Teuta e mori dorën dhe I tha: "Ti ke qenë ura mes nesh, kur nuk harroj." Natën e fundit para nisjes, Teuta dhe babai mbetën vetëm në obor. Nëna kishte shkuar të flinte e lodhur, Marko po flinte me Luanin, arbëri kishte dalë tek fqinji. Qielli ishte I pastër, ai qiell I veriut me yje shumë të shumt, atë qiell që nuk e shihje në qytet dhe që Teuta e kishte harruar se ekzistonte. Babai ndeste cigare, akoma, pavarësisht ndalimit të mjekut, dhe Teuta nuk foli për cigaren. "Kam thënë gjëra të vrazhda", tha ai pas heshtjes. "Nuk dua ti përsëris." Nuk detyrohet, dhe nuk pranoja dot, ende nuk e kuptoj si duhet. Pauza. "Por unë jam vëllai yt, kjo nuk ndryshon." Nuk ishte falje e plot, nuk ishte kapërcim dramatik, por ishte fillim, dhe Teuta e dinte se me Sokolin një fillim ishte arritje. Flamuri ishte shumë larg dhe nuk erdhi atë vizitë, por I dërgoi mesazh Teutës, të shkurtër, të thatë, por ekzistent. "Mirë se keni ardhur." Dhe edhe kjo nga Flamuri ishte diçka. Luani iku duke vajtuar. "Nuk dua të iki, nuk dua të iki."
Gjyshja e mbajti gjatë dhe i premtoi se do të vinte ajo tek ai shumë shpejt. Kur i tha do të vi, jo ndoshta, por do të vi, Teuta e dëgjoi dhe zemra ju mbush. Marko kur u ngritën në avion, tha: "Si ndihesh?" Teuta mendoi pak, pastaj tha: "Si dikush që ka ecur shumë gjatë në shi dhe tani ka gjetur çati mbi kokë, jo së shtëpi ende, por çati." Marko e shikoi. Çatia bëhet shtëpi. Po, tha Teuta, me kohë. Muajt pas asaj vizite kishin ngjyrë ndryshe. Nëna thirri rregullisht, 2 herë në javë, ndonjëherë 3. I tregonte gjërat e vogla. Si kishte dalë motra e fqinjit, si kishte lulëzuar molla, si babai po bënte shëtitjen e ditës. Teuta i dëgjonte me vëmendje absolute, sepse ato gjëra të vogla ishin jetë, ishin vazhdimsi, ishin ajo që kishte humbur. Babai nuk thirri shumë, nuk ishte natyra e tij, por her pas here merrte telefonin nga nëna, i shtonte 2 fjalë, pyeste për Luanin, dhe çdo herë të vetme, pyeste për Luanin. Kjo ishte mënyra e tij e lidhjes. Njëherë, Luani po fliste me gjyshen video dhe deklaroi krejt seriozisht: "Gjysh, po të vizatoj." Dhe i dërgoi vizatim me email. Vizatim fëmijërie, me ngjyra të ndezura me figurën e gjyshit dhe gjyshes si gjigant me spemve. Skënderi e priti vizatimin, e printi dhe e vuri pran fotografive. Arbri tregoi: "E vuri pran fotografive Teuta, e ka mbajtur." Teuta e kishte pyetur veten shumë herë gjatë atyre viteve: "A ka vlejtur?" Pyetja nuk ishte përgjigje të thjeshtë, sepse nëse do të pyesje: "A do të bëje ndryshe?" Ndoshta jo, sepse Marko ishte Marko, sepse dashuria ishte e vërtet, sepse Luani ekzistonte. Por nëse pyesje: "A ka pasur mundësi pa atë dhimbje?" Ndoshta po. Ndoshta nëse bota do të ishte ndryshe, nëse fshati do të ishte ndryshe, nëse tradita nuk do të kishte atë forcë, ndoshta gjërat do të kishin shkuar ndryshe. Por bota ishte si ishte, njerëzit ishin si ishin, dhe Teuta kishte zgjedhur të jetonte brenda reales, jo brenda mundshmes ideale. Çfarë kishte mësuar? Kishte mësuar se dashuria nuk zgjedh kombësi, por njerëzit zgjedhin si i trajtojnë emocionet. Kishte mësuar se tradita mund të jetë burg ose shtëpi, varësisht si e mbash. Kishte mësuar se babat e fshatit, sa do të fort, kanë zemër, dhe zemra e tyre lëndohet ndryshe, shërohet me kohë, përshërohet. Kishte mësuar se heshtja nuk është kundër jote gjithmonë. Ndonjëherë heshtja është mënyra e vetme e dikujt për të qëndruar i fortë ndërkohë që brenda po shkatrohet. Kishte mësuar se nënat e duan fëmijët, edhe kur pretendojnë se nuk i duan. Nënat kanë leje të jetojnë vetëm kur zemra e tyre nuk i tradhton. Dhe kishte mësuar, mbi të gjitha, se qëndresa nuk do të thotë të mos ndihesh, do të thotë të ndihesh gjithçka dhe të vazhdosh. Ka gjëra për Markon që Teuta nuk i kishte thënë kurrë me zë, sepse disa gjëra janë shumë të mëdha për t'u thënë, siç janë shumë të mëdha për t'u mbajtur brenda. Por ato gjëra janë të vërteta. Marko kishte mundur të largohej, kjo ishte e vërteta e parë. Kishte mundur, shumë herë, të thoshte: "Kjo situatë është shumë e ndërlikuar, merita nuk ja vlen." Shumë njerëz do ta kishin bërë, jo nga keqësia, por nga lodhja. Por ai kishte zgjedhur të qëndronte, kishte zgjedhur jo vetëm Teutën si grua, por edhe vuajtjen e saj si pjesë të lidhjes. Kishte kuptuar se nuk mund të ndanje personin nga historia e tij. Ndonjëherë, natën vonë kur Luani flinte dhe ata dy qëndronin zgjuar, dhe Teuta kishte atë heshtjen e saj të turbult, Marko e pyeste me zë të butë: "Çfarë po mendon?" Dhe Teuta i tregonte, çdo herë, jo gjithçka, por mjaft. Dhe ai dëgjonte, gjithmonë dëgjonte. Kishte dashurinë e drejtë, jo dashuri romantike e filmave, por dashuri e ndërtuar nga zgjedhjet e vogla të bëra çdo ditë. Zgjedhja për t'u qëndruar, zgjedhja për të dëgjuar, zgjedhja për t'u lejuar hapësirë, zgjedhja për të bërë çaj kur temperatura ishte e lartë, zgjedhja për të mos pyetur kur nuk duhet pyetur. Dhe kur u takua me baban e Teutës për herë të parë, dhe babai kishte qenë i ftohtë, Marko nuk kishte thënë asnjëherë: "Babagjyshi yt nuk më do." Kishte thënë: "Ka nevojë për kohë, dhe unë kam kohë." Teuta e kishte menduar shpesh: "Sa rare është kjo, sa rare është dikush që ka kohë." Nëna e Teutës, Nexhmia, ishte ndoshta personi më kompleks i tërë kësaj historie, sepse nëna kishte dashur gjithmonë, kjo ishte e padyskueshme, e ndihej, por kishte dëshirë jashteje dhe dashurinë e kishte mbajtur peng brenda. Pse?
Teuta e kuptoi me vite. Nexhmia ishte produkti asaj bote, asaj kulture, asaj shtëpie. Ajo ishte mësuar se nëna ndjek burrin, jo sepse ishte e dobët, por sepse kjo ishte gjithmonë e normali. Ishte mësuar se fëmijët duhet të dëgjojnë, jo sepse ata nuk kishin të drejtë, por sepse kështu ishte mbajtur bota e tyre. Por brenda asaj nëne kishte diçka që nuk shpërtheu kurrë, lidhja me vajzën e saj, dhe lidhja nuk shpërthet me vendime, shpërthet vetëm kur njeriu vdes. Nexhmia kishte vuajtur gjatë atyre viteve, dhe kjo Teuta e kuptoi nga fjalët, por nga ato gjestet e vogla. Ulliri i mbajtur kur u takuan, thirrja e parë pas vizitës, ato do të vijë të thjeshta e ngrohtë. Nëna kishte bërë gjithçka fshezi, me kujdes ndaj babait, me kujdes ndaj fshatranve, por kishte bërë. Dhe kur Luani e kishte thirrur gjyshe herën e parë, Nexhmia kishte qarë, por me atë lloj lotë të ngrohtë që janë ndryshe nga lotët e dhimbjes, që janë lotët e kthimit, lotët e gjërave të gjetura. Teuta nuk e inatosi nënën asnjëherë, e kuptoi, dhe kuptimi i dhimbjes së tjetrit nuk e largon dhimbjen tënde, por e bën të kuptueshme, dhe gjërat e kuptueshme janë pak më të lehta. 7 vite, kur numërohen duken shumë, kur jetohen janë mira ditë të vogla, mira momente, mira zgjedhje. 7 vite heshtje nuk ishin heshtje absolute, ishin heshtje me porozitet. Kishte thirrje të shkurtra, kishte mesazhe pa përgjigje, kishte takimin e nënës afër qytetës, kishte vizitën e spitalit, kishte arbërin si urë, kishte fotografitë e Luanit në rafte, kishte atë vizatim fëmirie të printuar dhe mbajtur. Heshtja nuk ishte kurrë plot, sepse dashuria nuk mund të jetë plot heshtje. Dashuria gjen gjithmonë çarje. Por ishin 7 vite ku mundimi ishte real, ishin vite ku Teuta kishte pyetur veten nëse kishte bërë keq, ishin vite ku kishte ndjenjën se shtëpia ku kishte lindur nuk e donte. Ishin vite ku kishin fitimbrurese, e kishte dëshiruar diçka aq njerëzore, aq bazike, të mund të thërrasësh nënën dhe ajo të përgjigjet me gëzim. Ishin vite ku kishte ndërtuar familje me Markon dhe Luanin, familje e vogël, e ngrohtë, e ndërtuar me zgjedhje, por gjithmonë me atë ndjenjen se diçka e madhe mungonte, sepse familja e parë, ajo me të cilën lindesh, nuk zëvendësohet. Plotësohet, por nuk zëvendësohet kurrë. Teuta e kishte kuptuar këtë me kalimin e viteve. Njeriu nuk zgjedh mes 2 familjeve. Njeriu ndërton 2 familje dhe mban të dyja. Njëra është ajo ku ke ardhur, tjetra është ajo që krijon, dhe kur të dyja janë të plota, je i plot. Por ajo plenitudine kishte ardhur vonë, me mundim, me lot, me 7 vite pritje. Ndoshta ironia më e bukur e tërë kësaj historie ishte se ura e fundit mes 2 botëve nuk ishte Teuta, nuk ishte Marko, nuk ishte as Arbëri. Ishte një fëmijë i vogël me sy të errët dhe hund italiane, i cili fliste shqipen e Teutës dhe italisht të Markos, dhe nuk dinte gjë për mure dhe heshtje dhe tradita, sepse fëmijët nuk din gjë për ato gjëra. Fëmijët din vetëm se duan dhe duan të jenë dashurosur. Luani ishte ura sepse ishte i pastër. Ishte ura sepse kur shikoi gjyshin për herë të parë dhe tha gjysh me atë zë të vogël dhe të sigurt, Skënderi nuk kishte mundësi t'i mbante muret, sepse para fëmijëve edhe gurët e fortë bëhen dhe. Luani nuk dinte se po bënte diçka të madhe, po bënte gjithçka natyrshëm, po donte, po pyeste, po qeshte, po vizatonte, dhe në atë natyrshërinë e tij kishte forcën më të madhe. Kjo ishte mënyra si funksionon jeta ndonjëherë. Të gjitha përpjekjet e të rriturve ngecin dhe dështojnë, dhe pastaj vjen dikush i vogël i thjesht dhe zgjidh gjithçka me buzëqeshje. Shpesh kur shikonte Luanin duke fjetur, mendonte: ti nuk di çfarë ke bërë zemra, ti ke rivendosur atë që të rriturit e thyen. Nëse Teuta do ju fliste direkt, nëse do të ulej para jush dhe do ju tregonte me zë të vet, mendoj se do të thoshte kështu: nuk ju them këtë histori për të gjykuar familjen time. Ata bën atë që dinin, ata u rritën me ligje të pashkruara, me frikra të pashprehura, me vlera që i kishin mësuar si të vërteta absolute. Nuk ishin qenë keqbërës, ishin njerëz të kapur brenda sistemit të besimeve të tyre. Por ju them diçka tjetër, fëmijët tuaj do të dashurohen si i dashurojnë zemrat e tyre, jo si i planifikoni ju.
Dhe kur kjo të ndodh, kur vajza juaj të vijë dhe ju tregon një emër të papritur, kur djali juaj të sjell dikën nga bota tjetër, ju lutem mos e bëni si shëmëma mua, mos i lini me boshllëkun, mos i lini me heshtjen, sepse heshtja nuk mbron nderin, heshtja thyen zemrat, dhe zemrat e thyera nuk rikthehen plotësisht, rikthehen por me çarje, dhe çarjet mbeten. Unë e fal familjen time, sepse i dua, sepse kuptova se edhe ata vuanin, sepse kuptova se edhe babai im qante fshehtazi kur mendonte se e kishte humbur vajzën, sepse kuptova se tradita ishte burgimi tyre aq sa ishte burgimi im. Por fëmijëve tuaj, ju them, mos u dorëzoni nga dashuria, mos lini zemrën të zhduket nga frika, mos i jepni dorë lumturisë vetëm sepse bota rreth jush nuk ka guxim ta pranojë. Dhe nëse familja ju braktis, nëse heshtja bie mbi ju si dimër i gjatë, mbani mend se dimri mbaron, çdo dimër ka fund, dhe pranvera kur vjen është dyfish e bukur. Unë e di, e kam jetuar. Sot Teuta jeton me Markon dhe Juanin në Bologna. Luani shkon në shkollë, luan futboll, flet me gjyshen çdo të hënë dhe çdo të premte. Nexhmia mëson disa fjalë italiane, ngadalë, me humor, me atë kokfortësi të dashurueshme të nënave shqiptare. Babai është mirë, shëtit çdo ditë, kujdeset për gopshtin, nuk flet shumë në telefon, nuk ka ndryshuar kaq shumë, por kur Luani i dërgon vizatime, i mban të gjitha. Arbëri ka konfirmuar se ka tërhequr edhe fotografi të Luanit nga interneti, fotografi që Teuta nuk ja ka dërguar, dhe kjo e ka bërë Teutën të qajë nga gëzim. Sokoli ka ardhur një herë në vizitë Bologna. Ai e Marko kanë ngrënë darkë me birra dhe kanë kthyer vonë. Nuk kanë bërë miq të ngushtë, nuk ka nevojë, por janë dy njerëz që respektojnë njëri tjetrin dhe kjo është mjaftueshëm. Flamuri ende mbahet larg, por ndonjëherë dërgon fotografi të fëmijëve të vet dhe Teuta i kthen fotografi të Luanit. Komunikimi heshtur, i ngadalt, por ekzistues. Arbëri ka ardhur 2 herë në Itali. Herën e parë kur shikoi Luanin duke vrapuar në përkopshtin e shtëpisë dhe bërtitur xharbër, Skënderi nuk kishte mundësi t'i mbante muret, sepse para fëmijëve edhe guret e fortë bëhen dhe. Dhe Teuta, duke i parë të dy nga dritarja e kuzhinës, vëllain e vogël dhe djalin e saj, ndjeu diçka që nuk kishte fjalë shqipe apo italiane. Atë ndjenjen e kompletit, të plenit, të çarjeve të gjitha të mbushura njëherësh. Kjo histori nuk ka final të lumtur të filmave. Nuk ka sken ku gjithçka është si nuk ka ndodhur, ku familja rri rreth tryezës dhe qesh si gjithmonë. Disa gjëra të thyera lën gjurmë. Por ka diçka tjetër, diçka shumë më të vërtetë se finali i filmit. Ka vajzë që u rrit mes maleve dhe doli në botë me zemrën hapura. Ka njeri italian me sy të gjelbër që mësoi fjalën qëndres dhe jetoi atë fjalë çdo ditë pa e ditur. Ka fëmijë me sy të errët dhe hund italiane që fliste shqip me gjyshen dhe italisht me gjyshin tjetër. Dhe ndihej i plot në të dyja. Ka nën që dashuroi fshehurazi për 7 vite dhe pastaj u lejua të dashuronte haptazi. Ka baba që mbajti gabimin sigur mbi shpinë dhe nuk pranoi t'i thoshte emrin derisa sëmundja ja uli kokën. Jo nga turpi, por nga ajo 13 letra e vjetër shqiptare që ka emrin Krenaria. Ka 7 vite heshtje, jo të zbrasta, por të mbushura me mall të pa dëgjuar, me dashuri të pa dhënë, me thirrje telefonike të mbyllura me lot. Dhe ka nesër, ai nesër ku gjyshja pret thirrjen e të hënës, ku gjyshi ruan vizatimet, ku arbëri thot na mungoni dhe do ta thot gjithmonë. Nëse keni dëgjuar deri këtu, nëse keni qëndruar me Teutën nëpër tërë këtë rrugë, ju lutem shkruani në komente çfarë ndjeni, çfarë mendoni. A ka familja juaj histori si kjo? A keni patur moment kur tradita e familjes ju ka vënë para zgjedhjes? Teuta nuk kërkon gjykimin tuaj, kërkon vetëm njohjen, sepse historitë si e saj ekzistojnë shumë, në çdo fshat, në çdo familje, në çdo kulturë ku tradita flet me zë shumë të lartë dhe zemra flet me zë shumë të ulët. Ndonjëherë zemra fiton, ndonjëherë me kohë, gjithmonë me dhimbje, por gjithmonë ja vlen. Nëse historia e Teutës ju prek, ndajeni me dikë që ka nevojë ta dëgjojë, sepse ndonjëherë historia e dikujt tjetër është pasqyrë ku shohim veten.